Mosha mesatare e daljes në pension në vendet e OECD-s do të rritet nga 63.9 dhe 64.7 vjeç, përkatësisht për gratë dhe burrat që dolën në pension në vitin 2024 në 65.9 dhe 66.4 vjeç për ata që filluan karrierën e tyre në vitin 2024. Bazuar në legjislacionin aktual, specifikon dokumenti, mosha normale e daljes në pension do të rritet në më shumë se gjysmën e vendeve të OECD-s, duke filluar nga 62 vjeç në Kolumbi për burrat, 57 për gratë, Luksemburg dhe Sloveni në 70 vjeç ose më të vjetër në Danimark, Estoni, Itali, Holland dhe Suedi. Plaka e popullsisë do të përshpejtohet gjatë 25 viteve të ardhshme. Në vendet e OECD-s, numri mesatar i personave të moshës 65 vjeç e lartë për çdo 100 persona të moshës 20 deri në 64 vjeç pritet të rritet nga 33 në vitin 2025 në 52 në vitin 2050, krahasuar me 22 në vitin 2000. Rritja pritet të jetë veçanërisht e fortë në Kore, duke përfaqësuar pothuajse 50 pikë përqindje, por edhe në Spanjë, Greqi, Itali, Poloni dhe Republikën Slovake, ku pritet të arrijë mbi 25 pikë përqindje. Popullsia që punon 20 deri në 64 vjeç pritet të bjerë me më shumë se 30% gjatë 4 dekadave të ardhshme në Spanjë, Estoni, Greqi, Japoni dhe Republikën Slovake, me më shumë se 35% në Kore, Itali, Letoni, Lituani dhe Poloni. Një harmonizim i plot i kërkesave të moshës për pension të parakohshëm midis burrave dhe grave do të ndihmonte në uljen e sasisë së PPG-s. PPG është diferenca në përqindje me të ardhurat mesatare të pensionave midis burrave dhe grave, pa marrë parasysh karakteristikat individuale si mosha dhe arsimi.